Kam dy voglush të cilët sot kanë ngaruar në bjeshkën e Belegut. Së pari të prezantoni dhe si quheni? Kjan Kilmendi. Morena Mema. Atëherë Morena, mundesh me na tregu se si je ndjerë sot në këtë eksperiencë? Shumë mirë. Kishe vështirësi apo jo? Ja. Atëherë ju mund na tregoni se si jeni ndjerë gjatë kësaj eksperience? Mirë. Keni pasur vështirësi edhe ju gjatë rrugtimit? Pak. Cilat ishin ato vështirësi? Që një konë të këthy. Po? U konë si një bore madhe, forte konë gati të rëgju. Për ju, a është kënaqësi shumë e veçantë me qenë një garuese kaq e vogël? Po është. Cili është mesazhi juaj tek fëmijët tjerë? Do fëmi janë hera parë që bujnë këto, edhe kanë pak vështësirë, po të dojnë. Njerëz të shumt po kalonin fundjavën këtu. Njërin nga këta është edhe Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që siç u shpreh hobi ka natyrën. Përshëndetje dhe si po kaloni sot në majën e Belegut? Kjo është një garë promovuese, ose nxitse, nga Federata e Skitarisë Kosovës, edhe një koqër është edhe komuna e Deçanit. Ajo që më vjen mirë është se po promovohet jo vetëm garush, por edhe pistat tona, pra mundësitë tona. Edhe besoj deri në vitin tjetër pra ka disa zhvillime të mira për këtë ditë, sikur se shohim rruga është më mirë, por ajo që na mungon është një teleferik, edhe rryma, energjia, po është në plan, energjia është në plan për vitin që vjen. Pra kemi ardhur me i dhënë për kraj edhe me i shpreh një për çuja ashtu një simpati gjithë sportistëve, gjithë garushëve, pra gjithë skiatorëve. Atëherë zotri Haradinaj, ne e dim që ju jeni post politikës edhe një sportist. A është hera e parë apo keni qenë edhe disa herë në këto bjeshk? Ja, jam i rregullt edhe gjatë verës edhe gjatë dimrit, ne vim me hec. Kësaj herë ndryshe, shpresoj edhe mullshuri herë me ski, pra po pres sa të fillon gara e pastaj. Po t'ju them drejtën, ja shihni edhe vetë edhe shohin gjithë këto mundësi janë vërtet ideale. Edhe Krash, Brezhovicës ose Rrugovës, në Terasbogës, kemi Brodin po ashtu. Po ja, unë besoj që kam i shtu shpejti një stacion i skive, jashtëzakonisht i mirë edhe këtu ku jemi, pra bjeshka Belegut ose në Deçan. Atëherë faleminderit shumë për këtë intervizë dhe besoj të kaloni një ditëlindje shumë të bukur. E shihni pra që për ne që jemi të kësaj treve, se unë jemi kësaj treve dhe për Gjakov, për Pej, do t'jetë shumë afër, unë besoj edhe për gjithë Kosovën, pra edhe një mundësi e re për me skiu. Faleminderit. Adrenalin dhe emocion ishte ngacja me motorin e dëborës, një ndjenjë që të bën të duket se po pushton këto shtigje. Ishim me motorin e dëborës ku ishte një emocion shumë i veçantë, adrenalina ishte shumë e lartë dhe për mua personalisht ishte një kënaqësi e veçantë. Kishte edhe nga ata të cilët po kalonin ditën në bukuritë e kësaj natyre. Tymi i bardhë i skarës sikur i bashkonte njerëzit rreth asaj pa ngrohtësie, duke përgatitur ushqim për të pranishmit. Tash shikues, pas disa intervistave jemi këtu afër ushtirit, ku bëhen çebapat, çyftet, edhe një atmosferë e tillë po bëhet edhe në majën e Belegut. Këtu afër kam disa njerëz që po përgatisin ushqimin për ditën e sotme. Përshëndetje zotrin. Përshëndetje. Si po kaloni këtë ditë këtu? Shumë bukur.
Vini shpesh këtu apo është hera e parë? Ba hera parë s'dim nga këtu. Rregull, cila është arsyeja që ka ardhur sot këtu? Veç jem marrë me vizitu këtë vend, vend i bukur, kështu, më knjas, me shok, me pa. Që se bëjnë e aty pak. Na jemi rrit do bjesh, do një bjesh ka jonë është, jemi mësu me frekuentu veç verës. E tash ta përbojmë në dimin e tjerë. Si ndiheni emocionalisht kur të vini në këtë vend, në këtë atmosferë kaq mirë? Bjerë në vend vetin më në lo, mas pori, e tonin bjesht vet, e sidomos për mi po të danjestu. Kjo bukuri natyrore shtrihet në Gryken e Deçanit, përkatësisht në pjesën afër tërkëndshit Kosovë-Shqipëri Mal-Izi. Në këto bjeshk gjendet edhe maja e Mariashit me lartësi mbidetare 2533 metra, apo maja e dytë për nga lartësia në Kosovë duke e pasur majën e Gjeravicës. Bukuritë natyrore të vendit ton të bëjnë të ndihesh i frymëzuar dhe të kuptosh që ke nevojë të rikthehesh sa herë që ke mundësi. Pas një ditë kaq të bukur në bjeshkët e Belegut që kaluam bashkë me televizionin dhe gjithë të tjerë që ishin të pranishëm, kam një mesazh për ata që duan sportin dimror. Ta vizitojnë bjeshkën e Belegut se më të vërtet është një vend ku mund të manitesh me bukuritë e këtij vendi.